Përshëndetje zoti kryeminist, mirë se ke ardhur. Jam unë prej aty më poshtë ku mbak shtëpinë. Unë jam kujt masoni, kam 28 vjet si banej në Londër. Kemi taku, po kom kanë interesu më shumë me bë punë, se më fol. Ka 2 vite si kom fut për projektin Bledi Flekziu ta ka çu më duket. Fevziu. Po. Projektin e kom bën ashtu si duhet, më duket e ka pa edhe Beneti. Po mirë tani, ti ja dhe Fevziu, po pse nuk e ke apliku projektin? E kom bën ka herët punën. Ja kun çu. Po jo, a e ke apliku zyrtarisht? Ku? Krejt. Në bashki. Në Albania. Edhe unë jam faktikisht me Fronin, edhe Froni ja kishte pa mush nusës i simpresin menjen, po unë kom edhe 20% me mush men çu. Duan e kom prej thethit, kanë 5.000, edhe 80% ja kanë mush menjen. Tash për 20%. Dgjoj, shiko ti e ke më të vështirë. Pse? Ta them unë. E ka më të vështirë se ka të huaj. Jo, e ke gabim, ke çifti midis shqiptarit e të huajt, si çon shqiptari gjithmonë. Kur janë 2 shqiptar bashkë, është puna se si bëhet, po. Midis një burri shqiptare i gruaje shqiptare dhe një burri të huaj gruaje të huaj, fiton gjithmonë pala shqiptare. Vendoset nga shqiptari kjo punë dhe gruaja apo burri i huaj ndjek me qef shqiptarin. Se ti jep garanci. I shoja mush me Froni. Ti duke që si Froni ka mush me ne. Ti do ndash nga gruaja apo do të sjellësh me vetë këtu? E kam shifra në. Pra, as kam me ndathot do ta sjell këtu, po. Nëse. Shiko, jam shumë i qartë për çfarë po thu, un Beneti po më thot që ma pra tuja. Edhe kryeministër, kom 28 vite kom shkuar në Angli. Jo, pse ideja është ku fol po. Ideja është këto ndërmend të kthehen me një investim dhe kanë një aktivitet shumë mirë në atje. Ai s'ka 2 vjet nga ideja, po nga aplikimi ka 6 muaj që është në proces, po rregullohen disa procedura që kanë të bëjnë me legalizim, me hipotekën, ka probleme me hipotekën, të cilët e kanë lënë takim të shkojnë edhe tek drejtoresha për të parë problemin e hipotekës. Shkurt muhabeti, fajin e ka Beneti. Tash ti që sot, siç po flasim, ti do të çosh direkt aplikimin tek agjencia. Ndërkohë ti pronën e ke me letra, apo do ta bësh si me paketën e maleve? Është me letra, po thonë i mungon edhe një letër mrapa. Se ku me gjitha të letër mrapa. Është me letra, i mungon një letër mrapa, do me thonë do hysh me paketën e maleve. Do shfrytëzosh paketën e maleve, si gjithë tjerët. S'ke mos u merr me Benetin fare. Ti shfrytëzo paketën e maleve. Kaq. Dhe ndërkohë projektin do ja çosh direkt sot tek agjencia. Nëse do që mos ta fuzësh në sherrë dhe me Fevziun, do më japësh, do ma çosh dhe mund telefonin tim direkt. Që po telefon pra sa ti s'ta ka çu pra. Jo, mund të ma ketë çu, po se kam pa unë. Zakonisht unë i shoh ato një çtot Fevziu, po. Mos kimi do ta zgjidhim. Nuk do presë sa ç'ke pritësh ideja. Unë 3 muaj më ka dhënë nusja kohë. Ose prezizja ose do rrim atje. Nusja të ka dhënë 3 muaj kohë. Po. Nëse merr lejën për 3 muaj kanë më kthy. Po, nëse nuk e merr do vish ti, nusja do rri atje. Do rri në Angli atë. Po në rregull. I ka ardhur majt hunës, po ç'a të bëjmë me ty më? Përshëndetje. 1 minutë lutem. Unë jam prej Thethit, jam e martuar me Nduka Jeans, edhe dëshira shumë e madhe me ardh. Po kena has shumë probleme me dokumentat. Na shem shtëpia vjet, që kena bashkë me ndërtu. A bën me fol? Bën. Po bën është si s'bën, fol sa dush, por ne për këtë punë. Po va gjithë tu i bën shtëpi. Të gjithë dhe po. Po në Londër pse nuk e bën një paleti për shkak? Nuk ke shans. Nuk ke shans. Po këtu pse ke shans apo këtu hajde më Shqipëri e sapi, jo? Unë fakt po va gjithë tu i bën edhe vetë bona i shtëpi drunit vak. Veç drunit. Po druni po. Mirë, po druni po druni na morë kokës pastaj. Nëse s'ka. Edhe çabona, jallashton lek para e mi kum ka marrën lek. Për zotin. Po ai ta boni, ç'të bëti? Jo, se boni pra se kanë zyst iku. Iku shtëpia. Iku shtëpia zyst. Po iku pra do ikte ajo tash. Tash do të bëjmë më të bukur. Do marko më shumë tani. Dëgjoj këtu, në qoftë se ti do ndjekësh procesin për 3 muaj
nusës do i tregosh lejen. Dhe di me thonë, pizina kryeministër, do të me kanë krenar shumë ky vend, në qoftë se me pet mua mundësia për më këthy mrapa. Ashtu, ha? Po. Po mirë, dakord, në rregull. Medalje nuk t'japim, leje do t'japim. Nuk e di pita persona... Këta personat janë krenar për vendin, për historinë, për familjet e tyre, krenar për ty du t'i bësh ti, se nuk mund t'jenë krenar të vjen nga Anglia ndërton pa leje këtu. Absolutisht. A pra, kështu që, nuse, për 3 muaj burri do ketë lejen nëse do ndjeki procedurën, ose lëja nusës ta ndjeki me zonjat këtu, edhe ti mos u përzisëm duke se që ke i qik konfuz. Po. Po shkome janë nga Thethi. Jam nga ata që jam dëmtua me 3 objekte, 3 shtëpia. Nuk i kërkova skali bedrunit, i ko bon ndërtesat. Afroj pak mikrofonin. I ko pas ndërtesa për djemtë e mi. Po, pa leje. Pa leje. Edhe me shpejtësi të madhe. 2024, ke ardhur të kisha Thethit. Po. Ke bë takim me popullin e Thethit, nuk kam ndoll aty ka një djalë që është në emigracion, kam 3 djem në Itali. Po. Dhe ke folë ata çka ke folë kanë tonë japën media, s'kam nevojë me bë koment. Edhe kur ke ik për të tha djali baba e bon sa ka shtëpi. Se jena tha 4 djemë nuk kena kurrim shtëpi të vjetër se nuk na zan ta komunaj. Janë të martuam, dy janë të martuam edhe me familje. Ta marrë den foni. I thash po më bëm, thash ndash po i bëjmë, po nuk i besoj kësaj punet. Tha baba po i bëjmë. Unë nuk mund jam e prish fëmijëve që të jine vetë dhe problemet e veta se kom 2 palë fëmijë që e din të tonë, shati i Thethit e din, u kom datë të në tokën, si ma kalën baba, ja u kom datë të tonë dhe ku gullë kufit. Edhe në këta ku gullë kufit, boni djali i math e boni 2 kaqë. 2 tjetë e boni ka 1 katë. Djali të vogël kur i ndava, i kanë lënë shtëpinë ekzistuese të vjetën. Asaj mi ka ardhur legalizimi si mas fjalëve që ke dhënë atë ditë të kisha. Se ishte ajo. I ka ardhur. Tash i djali i vogël, ka një aty ka 3-4 dhoma bashkë me gruat e me nënt vet dhe i bujtin të vogël një aty ka punon me ta. Tash 3 tjetër kom pa shtëpia dhe kur ka ardhur i nuk përmbejshem në 2025 kanë ardhur dhe bën proceset në prill në korrik kanë ardhur dhe kanë shën 3 ditë po vendos gjykata që më kanë procesor me le tani dhe çfarë do bëj tani? Jo më jo. Le tani. Jo, të lutem, mos na çota shi. Ja jam fali, jo po të tregoj aspektet tash unë. Je në rregull. E the drejt sakt. Djali vogël e kishte pa leje, por ekzistuese, u legalizu. Këta të tjerët që thanë hajde bab ti bi me top, nuk. Më fali sekondë. Kaq. Djali i vogël gjykate. Djali i vogël i ka lënë shtëpinë ekzistuese si ka bën 87. Ato pra, po ajo pra, po patjetër. Të tjerat. Po tash krahas kësaj një djali i tretë ka pas atë magazinën dhe kësollën e baktive si ka kanë e ka pa rikonstruktuar punue. A ekzistuese e ka mojt ka komisioni i bashkisë e ka mojt për legalizim gjithë shtëpinë e vjetër si ka kanë. Edhe janë 2 procedurat e legalizimit që kanë bashkë. Çfarë hiku? Tashti. Po hiku tashti. Pare sekond. Tashti. Ajo shtëpia, ajo ekzistu e dyta, asnjë bon, asnjë kanë kësoll, edhe Jerevi, a kanë bën me prirët me shtëpinë 87-ën. Ajo në rregull, s'ka problem. Mojt bashkia tonë ka thonë do të vinë procesi i legalizimit dhe kësaj do të vinë rrolla. Kësaj smjerë thellë ma shemen. Dëgjoj dashur, të lutem. Tashti. Çfarë nevoje keni për mbështetje që t'i bëni me rregull? Kjo që jemi këtu ne për zonjën është tokë shtet. Shtet është kjo këtu, në fakt? Jo, është toka e Marianit dhe e vlezërve. E njëjta është me rastin tënd. Për zonjën je shtet. Për ty je pronar. Për këtë punë është paketa maleve që ti si pronar të marrësh tokën tate. Dhe të ta marrësh tokën tate duke bërë një investim ligjor, jo të paligjshëm. Apliko tek paketa e maleve që toka jote që figuron shtet, fal aplikimit dhe investimit, të bëhet toka jote, siç është. Të falënderoj në emrin e këtij popullit. Në vitin 2000 ka kanë kryetar bashkiet i pari. Me Miri Hotin, me Hysem Dormi, me Parbektoçin. Thash se the e bë kryetar komune me partinë time. Ti je me parti tjetër, por ti dukesh që nga larg je me parti tjetër. Po nuk ka rëndësi, shumë mirë. Është kënaqësi që komunikojmë me ty. Po, patjetër, edhe faleminderit që erdhe me ministrin, me ministrat, me drejtoreshat dhe me
komandant Benetin. Shumë faleminderit si pe respekton dhe pe beganis këtë popull. Se ke thonë një fjalë tur ti. Edhe mos ja qajsh hallin, mos ja krysh nevojën kjo ja hallin. Jena mundu me sa kena pas mundësi me aukajt hallin të në njerëzve. Të përshëndesh shumë që ke ardhë, faleminderit për jush, faleminderit ju shpjegove bashkë me ministrat, bashkë me kryetarin e bashkisë, legjendën e Shkodrës. Faleminderit për projekte që ke e bon për shalën shoshin e Dugazhinit. Pa djesh me të hangër kohë, do t'ypi një projekt vogël, jo këtu, po me telefon, me diçka, për bregun e lumit qendrën administrative të Dugazhinit. Shumë faleminderit për tjetë. Shumë mirë do bësh të ma kujtosh se këtë gjë më kanë përmend dhe më para. Edhe kjo është tani legjenda e Shkodrës duhet na thotë se ku është me këtë projekt. Ku je me projektin e lumit? E ke përgatit projektin, në rregull. Po e kemi përgatit projektin për qendrën e edhe aplikimit e fondi zhvillimit. Ndërkohë, për 2 javë rruga e Dugazhinit nis me fondin e zhvillimit, right? Është dash kohë të bëhet projekti, pa tjetër që gjërat bëhen si mas mundësive, e kemi nis punën në kryet këtij veni, kur treqerekun e komunave i kishte partia ati, e kemi nis me më pak se 10 miliard euro prodhim të përgjithshëm të Shqipërisë, e kemi sjellë në 27 miliard e diçka më shumë, duhet ta çojmë 35 miliard. Pse duhet ta çojmë në 35 miliard? Sepse na duhen më shumë fonde për të financuar më shumë gjëra. Si vin fondet? Nga vin fondet? Fondet vin nga investimet. Njerëzit duhet investojnë dhe shteti duhet mbledhi më shumë të ardhura. Rrit ekonominë, të rrisësh mundësit, të rrisësh fondet. Ky është thelbi. Dhe të gjitha shtetet e botës, demokratike ose jo demokratike, bëjnë garë kush sjell më shumë investimet huaja. Në Shqipëri dalin çati them, çati quj. Kokat mëdha s'janë. Çati quj. Dalin lloj-lloj sharlatanësh, lloj-lloj delirantësh, lloj-lloj ekstremistësh, ekstremist sa të majtë sa të djathtë, do me thënë si me kalu bicikleta me nda për gjys, dhe thonë nuk duam investimet huaja. Nuk duam të huaj në Shqipëri. Nuk duam të shesim Shqipërinë. Kujt po ja shesim Shqipërinë? Kur, ku, si? Kush po e blen Shqipërinë? Pse ata që janë në investimin e shumë diskutuar të Katarit, që sot kanë ble çerekun e Parisit, kanë marrë Francën me veten Katar. Si funksionon? Pra, rrugën e Dugazhinit, Gjoni ma ka përmend dhe ma ka bërë leksion kur unë kam qenë akoma në opozit. Pastaj u bëra kryeministër, Gjoni tha ta shtitha është rruga Dugazhinit. Po jo, sepse kur ke pak do t'i ndash aty ku duhen më shumë, te gjërat më prioritare, te gjërat me cilat fillon. Por kur rrit mundësit, i vjen radha edhe rrugës Dugazhinit. Tani me siguri ka rrugë të tjera që janë radhë më mbrapa, do vinë dhe ato. Kështu që rrugën e Dugazhinit do ta fillojmë edhe do ta bëjmë bukur. Dhe pa tjetër, projekti që tha Beneti, pastaj është pjesë. Unë do të jap pak zotnis atje, jemi pa bashkë, jemi pa bashkë,
shumë të në Shqipëri që unë ti përfolena. Edhe ti si unë? Po ty çka? Po mua nuk më kanë shoh. Në ty të lavdrojnë? I herë për shnetje. Po nëse të lavdrojmë si rregull. Unë vetëm të din se me kërkesa jam. Për paketën e maleve të përgëzoj e i gëzoshin kush i marrin. E kush ta ashtu se më theth, po folet shumë që vinë tuaje kështu në anën e tjetrën. Po ku do vinë për shembull? Për zotin nuk kena vend për vete, jo për tuaj. Po ku do vinë? Si do vinë? Nuk e di, po 2 minuta. Jo, po ja se jam me Se edhe i harroj. Jo, të lutem. Ja për shembull, ti je nga këtu. Po. Tani, më thuj si e realizon një huj që vjen këtu dhe fillon ndërton këtu. Si mund ta bëj? Unë di me të thani gjë, në mend të shumë njerëzve si mua, që unë vi nga jashtë 30 vite, nuk besoj se ka vend të vinë kush. More edhe njërë tjetër, vend ka kudo për të gjithë, por kjo është një marrëzi shumë e madhe. Dhe po të them me garanci që ta dish ti. Nuk ka në Shqipëri investim me leje, pa leje është histori tjetër, me leje, që nuk ka pronarët pjesë. Aktual. Nuk ka. Tani çfarë do më thoni? Do më thoni rjollin? Po hajde shifeni dosin e rjollit. Pse nuk shkojnë në gjykat ata? Në qoftë se rjolli është një leje e dhënë një oligarku në tokën e tjerëve, të tjerët që kanë tokën mund të çohen dhe ta bllokojnë me herë në gjykat dhe sot, ose ta çojnë prokurori. Pse nuk e çojnë prokurori? Pse nuk e çojnë rjollin ata në SPAK? Ta çojnë në SPAK. Le ta çojnë. Dhe let provojnë ata që ata janë pronarët dhe që ndërkohë aty shteti ja ka dhënë dikujt në tokën e tyre. Jo më zotni, nuk është kështu, sepse dosja e rjollit ka të gjithë pronarët brenda. Ka të gjitha marrëveshjet e bëra brenda, ka të gjitha shitjet dhe blerjet brenda. Tani, është e drejta e gjithkujt të thotë që ore shiko se kjo është prona ime, por duhet të tregoj një cop letër. Duhet të tregoj një, si të thotë, ose duhet jetë si këtu. Ju keni ardhur gjithë këtu, s'po dëgjoj njëri të çohet thotë ç'a po thuti. Cili Marian mër, kjo është toka ime. S'po e thotë. Ja, ashtu. Kështu që o është kështu me zakon, siç e keni ju këtu, o është me ligj tjetra. Mariani, që të jemi shumë të qartë, Mariani do bëj projektin. Okej? Do marrë lejen. Është në të drejtën e vet. Po të dojtë, thotë, e di si është puna, po unë këtu do ta marr një nga hona dhe do ta bëj bashkë me te. Nuk mund e nalë në kush. Ashtu. Kjo është vetëm e mënyrë se si mund të vi. Si mund të vi? Se unë atje kur jetoj, punoj në vendin e huaj, në tokën e huaj. Prandaj po të them pra tani imagjino ti të çoheshin britanikët, e të thoshin Britania është vetëm e britanezëve. Ku do shkoshe ti? Unë kam një 2 kërkesa. Po t'ishte Britania vetëm e britanezëve, do ishe këtu me ujqit. Prit më burr. Atëherë kur ike që kur këtu kishit vetëm me ujë kur kanë fjalë. Kështu që dhe jeri ose është shumë e rëndësishme. Kjo është një gjë që nuk ka më keq se sa t'ju fusësh njerëzve në kokë mizën që këtu do vinë ca do ta marrin. Si do ta marrin? Që këtu i kanë marrë, si i kanë marrë, nuk kanë marrë. I kanë marrë në bashkëpunim me pronarët. Ky është thelbi. Tani shteti në të gjithë botën ka pronat të vetat që i zhvillon, ka drejt i zhvilloj. Por këtu nuk bëhet fjalë për të zhvillu pronat e shtetit. Pra, atje lart është prona e shtetit. Okej, atje ke ajo. Po s'bëhet fjalë për ta zhvilluar sepse shteti e ka të përcaktuar me këtë si zonë të mbrojtur. Dhe në një zonë të mbrojtur shteti nuk vjen që të sjelli alien që të rrafshojnë malin. Ama në zonë mbrojtur, këtu jetojnë njerëz. Si ti themi ne këtyre, si t'ju them unë juve tani? T'ju them shikoj, disësh muhabeti,
juve kullat i keni, por nuk merrni dot hipotek, sepse është zonë mbrojtur. Dhe ASHK-ja nuk e jep dot, se thot çaj e di, po unë kam ka 6 vjet, po nuk ka rëndësi. Zonë mbrojtur nuk lejohet. Ti them që juve që keni ndërtu 30 vjet kur këtu s'kishte as shtet as gjë, do t'ja u prishim? Jo. Tani juve i keni, turistët vinë. Nevoja për të përmirësuar shërbimet është, për të zgjerur si themi, jo, kaq, nuk ke. Si, atëherë, nëse ne nuk e zhvillojmë me rregulla, kjo do zhvillohet pa rregulla. Se do vi tjetër më mrapa, që nuk do jetë si puna ime kokfort si puna Franit, si që kanë qenë përpara, që as kanë dash me ditë e tjerë. Kjo duke u zhvilluar me rregulla, do mirë mbahet. Po do mirë mbahet, do e mirë mbani vetë ju. Do bëheni ju si korsikanët, po ju them unë. Kur të vi momenti që juve t'jeni stabilizu, këtu jo që të vinë tjerë të ndërtojnë nga, po këtu nuk keni për të leju ju, po të them që të preket një pemë. Nuk do t'i lejojmë. Po, që të preket një pemë. E di që të bëjnë Korsik? Jo, e di që të bëjnë Korsik? Po të shkosh në Korsik, plazhet, rrugët, çdo gjë publike nuk ka një bish cigare. Po e di pse? Se të kapin vetë. Kur shkojnë njerëzit në plazh, po ta e vën një bish cigare, ta lejnë aty, i kapin vetë, edhe i marrin e i paketojnë dhe i nxjerrin për jashtë, nga Korsika. Pse? Se ata shesin Korsikën, më vlla. Unë nuk jam një person që kam hotel. Okay? Unë jam një mësues, kam fëmijët, jam në një vend që jeton me turizmin. Atëherë unë s'të lej ty të hudhësh cigaren atje, sepse ti më prish mua produktin që shesin këta. Dhe këta duke shit të produkt paguajnë më shumë për shtetin dhe shteti paguan më shumë për mua. Ju ke thethi është produkti juaj, nuk është vetëm ajo shtëpia e Franit. Unë jam shumë dakord ç'a thue, po falenderoj që më doni mundësinë të flas, prandaj tani forti. Të kam bën 2 kërkesa kur kena kanë theth që kjo për gjobat, për legalizimet e shtëpive reja, i afrua 55-60. E di pse jam afruar, jo ta shpjegoj, jo se unë maj mend çdo gjë. Atë unë shumë i gëzoj. Po, dhe të maj men ku jemi taku lart te kthesa, aty më ke dal te makina, dhe ti je në zonën atje, nga ana tjetër. Nuk je këtu. Po, jo. Po, dhe e thash, kemi mbaru këtu, s'kemi mbaru atje. Që ti jemi të qartë bashkë. Okej. Ashtu. Por na u fut në mes gjithë ky ndërtimtari pa leje, edhe na pengoi. Lutem. Ne po të them edhe një herë, çdo shtëpi që është ndërtu deri në atë ditë që kemi bërë atë pakt, do legalizohet zotëri. Faleminderit. Për sa i përket gjobave, këtë gjë do ta lë porosi me ministrin që ndjek edhe qarkun, se nuk di të them tani. Unë po i la këto që më ke premtue, ne jena një fshat që e din tonë, jena me drita e të pa drita. Tani do vi ke dritat. Faleminderit si ke ardhe në bug, po ja pra, me në një hajdin e si për respekte e jemi e pritun. Do vi ke dritat. Do vi ke dritat, pse do vi ke dritat? Sepse erdhëm deri në bug pra. Po të vishim përpara do thosha po prito vlla tash se ne s'kemi ardhur deri në bug. Tani në bug kemi ardhur. Tash do vim këtu, po patjetër se kështu vjen. Pse? Se tani kemi më shumë mundësi pra. Është dhe ministri që është prej kësaj zone, që mbulon sektorin, që ndjek zonën edhe si drejtues, edhe ja ku i keni, tash e lash për në fund që t'ja u jap si omëlsin këtë lajm, sepse është realisht një lajm që ju mezi e prisni, ndërkohë që ketë drejti se ti çdo ditë jeton me atë, kurse ne jemi më larg edhe na duket themi prit herë se erdhin bog. Ti thotë ç'm duhet boga, unë duk këtu në shtëpinë time.